Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri, mirë se vini edhe në pasditën e sotme. Në transmitimin tonë të drejt për drejt do të jemi bashkë edhe sot, ku këtë të premte, realisht me të jemi dhe në prag të hyrjes në muajin e bekuar të Ramazanit, do të flasim për një temë fetare, një temë shumë të thellë, një temë shumë personale për të gjithë ne dhe uroj dhe shpresoj që profesionisti i ftuar sot në emisionin tonë me mesazhet e tij do të arrijë deri tek ju për të kuptuar thelbin e kësaj teme. Një temë realisht shumë e rëndësishme, sekreti i pranimit të lutjeve. Realisht ne e dim që lutja është ajo ura në mes të Zotit edhe krijesës, kur shpirti dhe zemra pret përgjigje. Disa lutje realisht pranohen me njëherë, kurse disa të tjera sikur nuk marrin përgjigjen e duhur në kohë. Por megjithatë, a duhet të ketë kushte të rëndësishme, a duhet të ketë përgatitje shpirtërore apo gjendje të veçanta për pranimin e lutjeve? Në një bisedë frymëzuese, shpirtërore dhe nga aspekti apo këndvështrimi fetar, do ta elaborojmë sot këtë temë. Është nder, privilegje dhe kënaqësi shumë e madhe që sot të na nderojnë në emisionin tonë për të folur për këtë temë aq të rëndësishme dhe një temë besoj që thash personale për të gjithë ne, ku do arrim të marrim mesazhet e duhura dhe dobiprurëse. Nder dhe kënaqësi që të na nderoj me pranimin e tij në emisionin tonë, Hoxha i nderuar Ismet Tahiri. Përshëndetje Hoxha i nderuar, mirë se na erdhat. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun, paqja mëshira begatit e Allahut qofshin me Muhammedin alayhis salam. Shfrytëzoj rastin që në këtë ditë të premte, ditë xumaje, që është edhe xumaja e fundit para se të hyjmë në muajin e shenjtë të Ramazanit, tua urojmë dhe dëshirojmë për besimtarët gjithë ata të cilët kanë mundësi dhe do të kenë inshallah mundësi që të arrijnë Ramazanin shëndosh e mirë dhe Allahu tua pranoj ibadetet, adhurimet. Shfrytëzoj rastin që ta falenderoj gjithashtu televizionin TV Koha dhe juve si gazetare për emisionet freskuese të ditës së premte. Temat të cilat me të vërtet çdo besimtar ka nevojë të ndëgjoj në jetën e tij, ndonjëherë ndoshta i dim, por edhe ti përsërisim na freskojnë zemrat dhe na shtojnë imanin, inshallah. Dhe inshallah do të mundohemi bashkërisht me ju që këtë temë ta elaborojmë në formën më të mirë, pasi që dëshirojmë që të përçojmë mesazhin deri tek ndëgjuesit tanë. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft për kontributin tuaj. Fillimisht të flasim për atë se çfarë në fakt paraqet lutja, cili është sekreti i pranimit të lutjes, pra çfarë do të thotë një lutje që të pranohet. A duhet të ketë kushte të nevojshme për të plotësuar, a ka momente të veçanta kur lutja mund të pranohet? Po. Fillimisht do të ndalem tek termi lutje ose në gjuhën arabe dua, që si term nëse japim një definicion, do të ishte më e udhës që ne ta kuptonim më mirë se çka do të thotë lutje. Lutje nuk është thjesht vetëm një kërkesë dhe nuk është thjesht vetëm një gjuhë e tregtie, jap dhe marr, mirë po në të vërtetë lutja në vetvete përmban një komunikim të mbrëmshëm në mes të robit dhe krijuesit, në mes të adhuruesit dhe pronarit ton i cili na ka krijuar, Allahu të Madhërisëm. Dhe ky komunikim nuk do të thotë që do të jetë në formën e një kontrate tregtie, që nëse unë jap diçka dhe duhet marr diçka, mirë po jep një mesazh tjetër që tregon një afërsi me krijuesin dhe krijon një lidhje edhe më të fuqishme mes robit dhe Allahut të Madhërisëm. Pra kjo është lutja sa i përket termit dua ose lutje. Pastaj çështja tjetër për cilën desha të ndalem është edhe çështja e pikpyetjeve të shumta që neve na sillen shumë herë në kokën tonë, në mendjen tonë si besimtar, që shumë herë i drejtohemi Allahut të Madhërisëm me kërkesa, lutje, nevoja të ndryshme, mirë po ndoshta nuk e dim mënyrën e saktë si t'i drejtohemi atij, ose kemi pikpyetje të tjera të cilat mendojmë se ndoshta Allahu, krijuesi im, nuk më don mua dhe nuk më përgjigjet në lutje. Sa i përket sekretit të lutjes, unë mendoj se me të vërtet ka një sekret. Mirë po derisa e quajmë sekret, ai do të mbetet deri në ditën e gjykimit sekret. Tek krijuesi, tek Allahu i Madhërisëm, i cili në dijen e tij ai e din pse nuk na përgjigjet, ose na përgjigjet me vonesë, ose forma tjera të cilat janë në dijen e tij absolute. Prandaj nuk duhet të nxitoj besimtari, për shkak se fillimisht në parim Allahu i Madhërisëm
kërkon prej besimtarëve në mënyrë të drejtë për drejtë në Kur'an. Dhe thot në surën Ghafir ajeti 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, thot Zoti juaj, ka thënë Zoti juaj, më kërkoni, më luteni, unë do t'ju përgjigjem juve. Kjo është një parim i përgjithshëm. Mirë po, në të vërtetë, a e pranon Allah i Madhërisëm lutjen apo nuk e pranon, është një temë në vete dhe a është që duhet kusht t'i vendojmë në krijuesit tonë që ai të na përgjigjet në lutje apo nuk do të na përgjigjet, edhe kjo është një problem në vete. Prandaj kur ne si besimtar i lutemi Allahut të Madhërisëm, ai na tregon afërsinë e tij që dëshiron ta ketë mes neve dhe robit dhe krijuesit, mes robit dhe krijuesit. Prandaj ai në Kur'an në surën Bekara thot: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të më lutet mua lutësi, unë jam afër. Do thot kërkon njohje më të madhe dhe afërsi më të madhe që robi të ketë me krijuesin. Gjithashtu thot ujibu da'wata da'i idha da. Do t'i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Fel yastajibu li. Në të më përgjigjet ai mua. Wal yu'minu bi. Në të më besoj mua. Këto janë dy kushte të cilat i përmend Allahu në Kur'an që fillimisht ne duhet të jemi të përgatitur që edhe t'i përgjigjemi krijuesit tonë. Para se ta bëjmë pyetjen dhe themi pse Allahu nuk ma pranon lutjen, pse Allahu nuk më përgjigjet në lutje, ne duhet të themi vetvetes edhe sa i përgjigjem unë krijuesit tim, sa e besoj atë, sa e njoh unë atë. Pra këto janë dy çështje. Çështja tjetër është përgjigjja e lutjes. Në pozicionin e robit, në pozicionin e adhuruesit, në pozicionin e krijesës, nuk është as logjike që ne të kushtojmë një krijues se ai të na përgjigjet neve në lutje, sepse unë përdora një formë të caktuar të lutjes, ose përdora një tekst kuranor, ose një kod të caktuar, ose një mënyrë të caktuar, ose një kohë të caktuar, një vend të caktuar. Krejt këto rrethana të cilat me të vërtetë na ndihmojnë që Allahu të na përgjigjet në lutje. Mirë po, ne nuk mund ta detyrojmë krijuesin tonë që ai të na përgjigjet. Duhet ta pranojmë atë se ai është i cili vendos në momentin që ai dëshiron të përgjigjet. Dhe pejgamberi alayhis salam na ka paralajmëruar që ka thënë besimtarit Allahu i Madhërisëm i ja pranon lutjen. Ndonjëherë i përgjigjet me një herë kur atij duhet, ndonjëherë i azaventson me ndonjë fatkeqësi dhe në vend të fatkeqësisë Allahu ja pranon atë lutje dhe ja zaventson që mos të ketë fatkeqësi. Dhe ndonjëherë thot ja lën për në ditën e gjykimit, në botën tjetër kur më së shumti besimtari do të ketë nevojë në atë kohë. Pra këto janë disa hyrje të cilat ne duhet të kemi të qarta në raport me krijuesin tonë. Nuk mund ta detyrojmë, nuk është pazar, nuk është tregti kërkesa dhe përgjigja, po është një komunikim mes robit dhe Zotit në formën e lidhjes më të fuqishme, njohjes së tij më të madhe dhe nështrimit të tij gjatë adhurimit, dhe se duhet kemi durim derisa ta shohim se në çfarë mënyre Allahu i Madhërisëm neve na përgjigjet. Megjithatë, përmenda edhe pak më herët që ka shumë njerëz që dëgjojmë se thonë, domethënë u luta për një kohë të caktuar për diçka të mirë, le të themi, por që nuk ka marrë përgjigje. Ku qëndron urtësia dhe mesazhi këtu? Do të thotë kjo që Zoti do të na shpërblet me diçka më të mirë se ajo që ne jemi lutur, që ne nuk e dimë se është e duhura për ne? Po. Fillimisht në parim në Islam ka kushte, ka rrethana të cilat na ndihmojnë neve që Allahu i Madhërisëm të na përgjigjet në lutje. Për shembull, nëse një njeri është mëkatar dhe nuk ka ndjenjën e pendimit ose ndjenjën e asaj dhimbjes të cilën ai i ka bën një shkelje të një rregulli të krijuesit të vet, dhe dëshiron që ai kur të lutet t'i përgjigjet krijuesi sepse ai është lutur dhe ankohet çdo herë se Allah nuk i përgjigjet, pra ai nuk ka kushte dhe rrethana, nuk ka marrë shkaqe të cilat joshin krijuesin ton që të na përgjigjet me lutje. Mirë po, këto rrethanat janë të shumta të cilat na ka përmendur edhe Allahu në Kur'an, edhe pejgamberi alayhis salam. Do thotë që është një rast, për shembull, muaji i Ramazanit është muaji në të cilin më së shumti Allahu i përgjigjet lutjeve të besimtarit, sepse ka dalluar me
si muaj i shenjtë, muaj i agjerimit, dhe kur robi është agjerueshëm, mundësia është më e madhe që Allahu të përgjigjet në një lutje të caktuar. Kur ti je duke kryer haxhin, gjithashtu është një mundësi më e madhe. Kur ti je duke kryer një namaz, një adhurim ndaj Allahut të Madhërisëm, këto janë mundësi të shumta. Gjithashtu ka pengesa, të cilat për shembull pejgamberi sallallahu në një hadith na ka shpjeguar që nëse një njeri thot ka ardhur për një udhëtim të largët, është lodhur dhe flokët e tij janë pluhrosur, janë pushburitur dhe është i llomitur dhe ai thot ja Rab, o Zot, kërkon prej tij diçka, thot ndoshta në të kundërtën ai është i ushqyer me haram, ai ka pirë prej pijeve haram, ai është veshur me haram, me diçka të ndaluar dhe ushqehet me haram, thot si ti përgjigjet Allahu këtij. Do të thotë këto janë rrethana të cilat në parim mund të bëjmë pengesa ose të japin mundësi më shumë këto të cilat ne i respektojmë, që të përgjigjet Allahu në lutje. Mirë po, unë mendoj se mbi të gjitha forma më e mirë për t'ju drejtuar Allahut të Madhërisëm është bindja e brendshme, gjuha e zemrës. Dhe nuk do të thotë se çdo herë njeriu më të devotshëm, qoftë njeriu më i devotshëm, patjetër Allahu t'i përgjigjet atij çdo herë në lutje dhe në çdo lutje që ai dëshiron. Dhe nuk do të thotë në të njëjtën kohë që një njeri i cili është mëkatar, që Allah mos i përgjigjet asnjëherë në lutje. Sepse edhe mëkatari mund t'i drejtohet krijuesit me lutje dhe ka raste të ndryshme që i përgjigjet, sidomos nëse është për shembull për udhëzim ose për ndonjë furnizim tjetër, të cilin Allahu në formën e mëshirës së përgjithshme edhe jo besimtarëve u plotson disa kërkesa të caktuara. Mirë po, thelbi i lutjes, me thënë nuk është sekret, mirë po dua ta zbuloj si një urtësi tek besimtari që ta përdor, është bindja e brendshme që robi ka ndaj krijuesit. Si arrihet kjo bindje? Bindjet arrihen zakonisht me njohje më të mirë. Nuk mund ne ta dim krijuesin ton, ta njohim mirë atë, se çfarë atributesh ka, nëse ne nuk i lexojmë ato dhe nëse ne nuk i ndëgjojmë shpjegimet të cilat Allahu na ka bërë në Kur'an, na bën edhe pejgamberi sallallahu në për hadithe na ka sqaruar, por sqarohen edhe në për librat e dietarëve. Dhe pikërisht këtu e kemi shembullin në Kur'an të Zekerias alayhis salam me Merjemen. Merjemja, Zekeria alayhis salam e kishte burr të hallës. Dhe u caktua me një shart që Zekeria do të kujdesej, sepse vdiq babai i saj Imrani, do të kujdesej për Merjemen dhe ajo e kishte një dhomë të veçantë në të cilën Zekeria, si pejgamberi i Allahut, i dërgonte ushqim dhe kujdesej për të, ose obligonte ndonjërin prej njerëzve të cilët ishin shërbyes për t'i dërguar ushqim. Dhe interesante është se ndërkohë Merjemi alayhis salam kishte ushqime prezent në tavolinën e saj, në dhomën e saj, të cilat nuk ja shërbente Zekeria alayhis salam. Dhe në këtë rast, kur një ditë prej ditëve hyn brenda në dhomën ku qëndronte Merjemja dhe i lutej Allahut të Madhërisëm, pra ishte një grua e devotshme dhe dalluar në Kur'an, Zekeria e pyet, dhe këtë e sjell Allahu i Madhërisëm në Kur'an me ajete, duke i thënë: "O Merjem, nga të vin ty ky ushqim, këto fruta, të cilat nuk jam duke i shërbyer unë?" Ajo shumë thjesht ju përgjigj. Tha: "Këto më vin furnizim nga Allahu, i cili kënd dëshiron e furnizon sa të don." Pra ishte një përgjigje e thjeshtë, që çdo njeri prej neve mund ta kishte. Ndërsa në të njëjtën kohë, i Zekeria alayhis salam kishte ndoshta 90 vite, rreth 90 viteve, që ai i lutej Allahut të Madhërisëm, edhe si pejgamberi i Allahut, që t'i jep një fëmijë, një trashëgimtar, dhe ai ende nuk e kishte. Dhe u bë shkak ky moment që ta bind Zekerian alayhis salam, që gradoj ose të hyjë në një sekret, në një urtësi hyjnore, e cila ekziston në zemër, që njeriu ndonjëherë nuk e ka rahatin e përshtatshme për ta bërë lutje. Nuk është i rahatshëm në atë që të jetë i rahatshëm se Zoti është ai i cili do të përgjigjet kur ai dëshiron. Zoti e din më së miri pse nuk është përgjigjur deri tani. Zoti kur të caktoj ndryshimin, përgjigjen, ajo do të vijë pa asnjë dyshim. Dhe kur e pa këtë moment me Merjemin alayhis salam, Zekeria u kthye dhe u lut krijuesit edhe një herë. Tha: "O Allah, tha, mos më le të vetmuar, ti je trashëgimtari më i mirë. Ti je ai i cili mund të më së miri mund të më japësh një trashëgimtar."
Dhe në këtë moment Zekaria alayhis salam kaloi në një shkallë të njohjes së Allahut në formë pak më ndryshe, me një praktik e pa me sytë vet, pra ilmul yaqin, do të thotë në arabisht, ta vërtetosh diçka me hakul yaqin, me sytë tu, me shqisat tua dhe ta përjetosh vet. Dhe kur e përjetoi këtë gjë, ai u kthye krijuesit edhe një herë me lutje. Forma e lutjes nuk ishte diçka e veçantë, por brendësia e zemrës ishte ndryshe. Pra, përgjegjësia hyjnore për të pranuar lutjet ose për të na përgjigjur Allahu i Madhërisëm në lutjet të cilat kuptohet të jenë lutje të logjikshme, jo diçka të cilat Zoti nuk e ka lënë të natyrshme që të përgjigjet në këtë botë për disa lutje të cilat mund t'i kenë dikush fantazia, të cilat nuk janë normale. Mundësia e përgjigjes është më e madhe. Nuk themi se patjetër Allahu do të përgjigjet, sepse ai është krijuesi, ne nuk mund ta detyrojmë atë. Mirë, po mundësia për të përgjigjer është më e madhe. Pra, thelbi i përgjigjes së lutjeve të krijuesit ndaj krijesave të tij është më shumë tek bindja dhe njohja e tij. Sa më afër Allahut, sa më shumë ta njohim atë, ne afrohemi edhe më shumë. Dhe kjo na mundson më shumë që ai edhe të na përgjigjet. Në fakt, pyetja e radhës lidhet shumë me rrëfimin që sapo apo ngjarjen që sapo ju e ilustruat. Pra, çfarë duhet të bëjë një person i cili ndjen që lutja e tij, le të themi, nuk po pranohet? A është vonesa në përgjigje një formë mos pranimi të lutjes, pra apo është pjesë e urtësisë hyjnore edhe kjo? Pra, çfarë duhet bëjë një njeri që të pranohet lutja sepse insiston në lutje dhe që nuk realizohet ajo dëshirë, për shembull, që e ka? Po. Çdo herë ne i tregojmë gjërat që janë parimore, pastaj tregojmë edhe disa nga urtësitë hyjnore të cilat ne mund t'i shfrytëzojmë si mënyra të cilat do ta joshin krijuesin ton që ai të na përgjigjet pikërisht në atë lutje që ne dëshirojmë. Fillimisht unë do ta kisha këshilluar muslimanin ose muslimanën që mos nxitoj, sepse pejgamberi sallallahu ka thënë Allah i përgjigjet lutjeve në të cilat nuk nxitohet. Pra, duhet të ketë durim. Për shkak se ka urtësi në atë vonesë, ose ka urtësi në atë mos pranim të asaj lutje, ose në mos përgjigje, sepse Allah i pranon të gjitha lutjet e mira, bile është ajet kuranor, tek ai ngriten fjalët e mira dhe veprat e mira, ai i ngre lart në qiell, do thotë i pranon. Pastaj përgjigje, thamë, është temë çështje problematik tjetër. Prandaj besimtari fillimisht nuk duhet të nxitojë në lutje. Duhet të insistojë vazhdimisht, sepse kështu vazhdoi edhe Zekaria alayhis salam, edhe pejgamberi alayhis salam, edhe Muhamedi alayhis salam, edhe shumë pejgamberë tjerë, edhe shumë njerëz të tjerë të urtë, të cilët dëshmojnë në jetën e tyre se pas një kohe të gjatë lutje, vazhdimsi në lutje, tentim në lutje, Allahu i Madhërisëm një ditë prej ditëve ja realizoi pikërisht atë që dëshironte. Mirë, po në mendjen tonë dhe zemrën tonë duhet ta kemi edhe një çështje parasysh që asnjëherë mos nxitojmë se atë që kërkojmë ne është më e mira. Sepse Allahu në Kur'an na drejton duke na thënë wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Dhe ndodh që ju ta urreni diçka dhe ajo është e mirë për juve. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Dhe ndodh që ju ta urreni, ta dëshironi diçka ndërsa ajo është jo e mirë për juve, është e sherr për juve, e dëmshme për juve. Prandaj nuk duhet të nxitojmë, të mendojmë se atë që dëshiroj unë, ajo është më e mira për mua. Por duhet të presim se ndoshta Allahu i Madhërisëm do të na zaventsojë atë me diçka edhe më të mirë. Dhe shumë herë nxitimi i muslimanit ose muslimanes është në mosdurimin e përgjigjes të asaj që dëshiron. Dhe kjo është ai defekti që pastaj krijohen edhe moskënaqësi ose lloj dëshpërimesh, lloj pasivitetesh të cilat nuk duhet të ekzistojnë te besimtari ose besimtarja. Mirë, po duhet vazhdoj të insistoj ta lutë Allahun e Madhërisëm derisa Allahu do ta shef momentin më të mirë, më të përshtatshëm që t'i përgjigjet atij personit pikërisht në atë lutje që ai dëshiron. Ta dim edhe një gjë se pejgamberi sallallahu na ka thënë se Allahu t'i vin turp që lutësit kur i ngret duart në drejtim të qiellit të mos i përgjigjet në lutjen e tij. Pra duhet ta kuptojmë edhe këtë pjesë, se Allahu një ditë do të përgjigjet. Nëse jo në këtë botë rastësisht, me siguri në botën tjetër do ta kuptojmë se paska qenë më e hajrit, më e mirë për neve, që ai e ka lënë për në botën tjetër për diçka që është edhe më e vlefshme dhe më e shtrenjtë për neve. Prandaj nuk duhet të nxitojë besimtari asnjëherë.
Si mund ta dallojmë nëse një përgjigje që ka ardhur, por jo në formën e duhur, jo në formën që ne për shembull e prisnim. Pra lutja është pranuar, por në një formë tjetër. Si mund ta kuptojmë këtë? Po shumë herë njerëzit ose ngadopsia njerëzore është që mos ti analizojmë gjërat në detaj dhe shumë, dhe çka bëjmë, nxitojmë duke u ankuar dhe themi ndonjëherë, kam shumë raste kur më thotë, o hoxh, unë në formën popullore thotë, unë mbeta të u lut. Do të thonë, u lodha të u lut Zotit, po nuk shoh përgjigje. Kjo është një mënyrë jo e mirë e shprehjes. Nuk preferohet që besimtari të sillet në këtë formë ndaj krijuesit, për shkak se krijuesi një ditë do ta shpërblej minimum për atë përpjekje të tij që është lutur non stop, dhe ndodh ndonjëherë që nëse ne analizojmë jetën tonë. Unë shumë herë kur mbaj ligjëratat para Ramazanit ose sa hym në Ramazan, ju them kështu xhamatit ose dëgjuesve prej motrave dhe vëllezërve që prezantojnë në xhami për Ramazan të gjithë, ju them mos e leni pak bër një listë të lutjeve, të kërkesave dhe ankesave që ju i keni ndaj krijuesit tuaj, sepse me të vërtetë lutja është një çlirim emocional. Është një rahati shpirtërore që krijohet në ato momente që ti shprehesh krijuesit tënd. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë maksimum lutjen, që mos të kemi probleme me shumë smundje sot që paraqiten, probleme psikologjike, smundje psikologjike, të cilat janë për shkak se njeriu nuk e sheh Zotin si një vend ose si një qenie për të rrëfyer, dhe mundohet me fuqinë e tij, e cila shumë e dobët, të përballet sfidave të jetës, kërkesave të jetës, dhe nuk ka besueshmëri të mjaftueshme ndaj krijuesit që ai do t'ia mbulojë të gjitha ato. Qofshin zgjedhjen e problemeve, qofshin kërkesat. Prandaj nëse e merr një listë dhe i shkruan me rend, me numër, e dua këtë, do të lutem Allahut për këtë, për këtë, për këtë. Dhe sahabët bën një veprim të tillë. Ata 6 muaj luteshin para se të hyjnë në Ramazan, dhe pastaj 6 muaj të tjerë e falenderojnë Allahun për mirësitë që ja u binte Allahu për shkak të Ramazanit. Dhe nuk ka lutje, ose do të kisha dhënë një lloj premtimi, jo 100%, mirë po një lloj premtimi, që shumë herë besimtarët e cilët vendojnë disa lutje para tyre, me numër, qofshin ato 50, 100, sa do qofshin. Shumicën e tyre, Allah do t'u plotësojnë nëse janë për brenda vitit, derisa të vijë Ramazani tjetër. Dhe sahabët thonin nuk vinte Ramazani tjetër derisa neve na u plotësoneshin të gjitha lutjet. Kjo varet normal edhe prej përpikshmërisë sonë ndaj rregullave të cilat krijuesi na ka venduar. Është mirë të jemi me abdes, është mirë të drejtohemi nga kibla, në muajin e Ramazanit agjërueshëm, duke dhënë sadaka ose duke dhënë zeqatin, duke kryer haxhin, e shumë gjëra të tjera të cilat neve mund të na ndihmojnë që ta njohim mëshirën e Allahut dhe dashurinë e Allahut që ai të na përgjigjet. Mirë po, nëse vendojmë kështu pikat të cilat ne jemi lutur, dëshira dhe kërkesa dhe ankesa, dhe shohim në Ramazanin tjetër, pastaj bëjmë një analizë në jetën time, a është përmirësuar gjendja ime? A kam pasur përgjigje në shumë prej atyre lutjeve të cilat i kam bërë? Unë mendoj se shumica prej njerëzve, për besimtarëve të denj, do të shohin me të vërtetë përgjigje të shumta, të cilat Allahu ka plotësuar atë vit. Disa prej tyre do të shtyhen për ndonjë moment tjetër, cili me të vërtetë do të jetë më i rëndësishëm për ata besimtarë, kështu që nuk duhet asnjëherë të dëshpërohet besimtari, sepse Allahu e don shumë robën e tij. Dhe ai çdo herë pret që ne t'i lutemi atij, dhe asnjë moment mos, biles është një hadith i pejgamberit alayhis salam që thotë që Allahu hidhrohet nëse ti nuk e lut atë. Para se me ju drejtuar njeriut, para se me drejtuar punëdhënësit, shefit, para se me ju drejtuar çështjeve materiale, duhet fillimisht i drejtohemi krijuesit, që ai mos hidhrohet. Pastaj ti merri shkaqet dhe sebepet. Përpiqu që ti arrish qëllimet tua dhe do të shohësh se si Allahu t'i hap dyert e suksesit, dyert e mirësive të tij dhe begative të tij, e sidomos gjatë muajit të Ramazanit, që është me të vërtetë një ndryshim shumë i madh tek qenia njerëzore, tek besimtari, tek shpirti i tij, tek mendja, dhe çdo gjë ndryshon për mirë.
A është lutja vetëm një kërkesë, le t'i themi që përmendëm pak më herët, apo është një formë e afrimit më tepër me Zotin, me krijuesin? A mund të jetë adhurim, ibadet lutja apo vetëm është kërkesë? Vetë fjala e pejgamberit alayhis salam, i cili ka thënë ad-dua huwa al-ibada. Lutja është në vetvete adhurim. Mirë po, unë do të kisha thënë biles është esenca e adhurimit. Sepse të qëndruarit non-stop në çdo moment, në çdo frymëmarrje, në çdo lëvizje, në çdo problematik, në çdo sfidë, në çdo sukses, në çdo mirësi, në çdo gëzim, të qëndruarit i lidhur me krijuesin, duke e ndjer atë prezencën e tij, sa ai është duke t'i realizuar të gjitha këto, dhe ai ta ka dhënë atë shëndet, ai ta ka dhënë atë dituri, ai ta ka dhënë atë mundësi, ai t'i hap mundësitë edhe më shumë. Dhe në realitet kjo është filozofia e duas, e cila është adhurim non-stop. Do të thotë çdo herë njeriu në mendjen e tij nëse ka krijuesin, në zemrën e tij e ndjen krijuesin dhe në sjelljet e tij ai mundohet ta bëjë të kënaqur krijuesin, ajo është në tërësi një dua, është një adhurim që ka thënë pejgamberi alayhis salam, dhe është forma ndoshta më e lehtë për t'u drejtuar krijuesit. Sepse kemi edhe forma, për shembull, ta quaj ashtu zyrtare, të cilat kërkojnë një rregull, një sistem, për shembull, sa i përket namazit, duhet ngrihesh, të marrësh abdest, pastrosh pjesët e trupit, drejtohesh nga kibla, ta veshësh petkun i cili është për namaz, dhe të hysh në namaz, të lexosh pjesë të Kuranit, të biesh në ruku, në sejdë. Të gjitha këto janë mundësitë shumë të mira për t'u drejtuar krijuesit. Mirë po, është domethënë një rregullore ose një formë zyrtare që t'i drejtohemi krijuesit ton. Dhe kështu e dëshiron edhe Allahu i Madhërisëm. Mirë po, nuk na ka përjashtuar mundësinë që edhe ne në momentet që bijmë në gjumë, para se të flejmë ose në shtratin e gjumit, t'i drejtohemi krijuesit me ndërdijen tonë, me mendjen tonë, me zemrën tonë, për gjërat të cilat kemi ne nevojë. Edhe lotët tonë janë lutje. Edhe qetësia jonë është ndonjëherë lutje. Edhe shqetësimi jonë është lutje, edhe pikëllimi jonë është lutje. Domethënë gjitha këto veprimet, nëse ti e mendon krijuesin, atëherë ti me të vërtetë je duke u lutur, që atë problematik ta ndëgjon krijuesi, se tha unë jam afër teje. Dhe kjo është ajo forma më e lartë e afërsisë tonë që krijojmë gjatë lutjes me Allahun e Madhërisëm. Pra nuk është vetëm thjesht një kërkesë formale, një kod i caktuar, një tekst i caktuar ose një mënyrë e caktuar e qëndrimit. Ato të gjitha ndihmojnë, mirë po esenca është në brendësinë tonë, në bindjen tonë. Po. Edhe për fund haruam të përmendim pak më herët kur përmendëm kushtet e pranimit të lutjes. Shpesh dëgjojmë që një lutje më shumë pranohet për shembull në natën e xuma ose pas ezanit, kur bie shi e kështu me radhë. Sa mbajnë këto apo mund t'i lutemi Zotit, domethënë çdo moment të jetës tonë? Ne duhet ta respektojmë mënyrën se si na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Dhe këto me të vërtet janë momente që afërsia me Zotin është edhe më e madhe. Të lutesh në Qabën e bekuar dhe të lutesh në shtëpinë tënde, kuptohet që ka dallim, sepse ai është një vend të cilin Allah e ka përzgjedhur që të jetë më i shenjtë nga çdo pjesë tjetër e tokës, dhe prej aty Allahu mundësinë për të ta pranuar dhe përgjigjur në lutje të ta jap më të madhe. Sepse vetë pejgamberi sallallahu na ka treguar që një namaz të falësh në Qabë është sa 100.000 namaze në xhami të tjera. Dhe një namaz në xhami ta falësh është sa 27 gradë në shtëpinë tënde. Pra këto janë vende të cilat Allah i ka përzgjedhur. Edhe Medinja e ndritur është xhamia e pejgamberit alayhis salam, një vend që quhet Raudal Xhenne, është pjesë e xhennetit ose tokët në cilën me të e ka kaluar tërë jetën pejgamberi sallallahu në Medinë dhe është lutur aty, është falur aty, dhe janë këto vende të shenjta të cilat me të vërtetë na jap një përparësi që ne të jemi më afër krijuesit dhe edhe shpirtërisht ne i nështrojmë edhe më shumë Allahut të Madhërisëm në këto vende të shenjta. Edhe kohët janë kohët të cilat Allahu i Madhërisëm ndonjëherë i ka përzgjedhur, sikur i ka përzgjedhur edhe pejgamberët, të cilët janë njerëz më të dalluar nga mesi i njerëzve, dhe nga mesi i kohës të cilën Allahu na ka krijuar, ka përzgjedhur për shembull muajin e Ramazanit, ka përzgjedhur 10 neçin e muajit të Ramazanit, është nata e Kadrit, është mes sezonit dhe ikametit, gjithashtu është kur bie shiu, është kur udhtojmë. Janë momente të cilat njeriu
mund të thellohet më shumë në ndjenjen e pranisë së Zotit, krijuesit, dhe të shprehet më bindshëm tek ai. Prandaj mund të jenë parimisht të jenë momente ose vende ose mënyra të cilat ne duhet të shfrytëzojmë, nuk duhet të neglizhojmë. Por filozofia nuk qëndron vetëm te formaliteti. Këto bien poshtë, edhe në qabe nëse je, por zemra jote nuk është e bindur ndaj krijuesit, atëherë nuk funksionon. Sepse në çdo çështje matet me sinqeritet, me pastërtinë e zemrës, me pastërtinë e imanit, domethënë besueshmërisë ndaj krijuesit tënd. Nëse ti ta zëm ashtu ke frikë për ndonjë vendi dhe thua bismillah ose audhu billahi minash shaitanir rajim, dhe thua një herë bismillah dhe e din se krijuesi yt të mbron. Dhe nëse dikush tjetër e përdor hyn në një vend që është friget dhe thot 100 herë bismillah, 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 kjo jep shenjë që ai nuk ka besueshmëri ndaj krijuesit të tij. Dhe vendon në dyshim atë imanin që e ka ndaj krijuesit. Dhe kjo është ajo që dëmton atë që mos i përgjigjet krijuesi, ose t'ia vonoj, ta sprovoj që t'ia forcoj këtë bindje. Prandaj durimi duhet të jetë i vazhdueshëm, që Allah i Madhërisëm do të përgjigjet, por sa më i bindur të jesh, zakonisht vjen përgjigja më shpejt. Sa më i dyshim të jesh dhe të fillojsh të luhatësh në atë besueshmëri që ke ndaj krijuesit, sa i me të vërtetë do të përgjigjesh, atëherë fillon edhe të sprovohesh, sepse imani duhet të pastrohet. Sinqeriteti duhet të pastrohet, zemra ite ka nevojë për më shumë pjekje me iman. Hoqë nderuar, faleminderit shumë për këtë ligjëratë të jashtëzakonshme, me ilustrime dhe shembuj të jashtëzakonshëm dhe shumë frytëdhënëse edhe për shikuesit. Ju falenderojmë shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve për ftesën edhe një herë, Zoti ju shpërbleft. Shihemi inshallah në programet e tjera, Zoti ju nderoft. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërkaq ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.